edhe pse ishme në kushte ju të mira, po e prezentum një pjesë të vogël se si bëhet zisri. Domethënë nuk është e vërtetë që bëhet me drita shkrim, nuk është. Kam dëgjuar shpesh herë që thonë kur të bëhet dhikër zikër, kur kalon njeriu në ekstaz, domethënë ka mundësi edhe me shpu veten, nuk nin dhimbje ose dëgjon paraftyrime të ndryshme. Kjo është kretë diçka tjetër, Sadri. Po? Ne si që dim në front shkojnë burrët. Absolutisht. Sigur ata djemë që kanë shku atje në Koshare, e në Pashtrik, e në Prekaz, e në Grytla Poshnikit, në Mitrovice, në Vortrik, ku do të djemë tonë, atje në Landovis të herë Sinanit, me gjitha ata burrat atje, shumë burrat atje, më tja. Adrian Krasniqi, ko gjani jetër. Një dit e shenjtë, 10 e ditë të muajit Muharrem, që ka ndodhen një mrekulli, ka ndodhë lufta për drejtësi, edhe ku e ka qitë gjakin Shah Imam Hyseni alayhi selam, nipi i pejgamberit, 2 dritë të syve të Resulullahit, djemë të Fatimet të Zyras, edhe të betë të Shahit Merdan, të madhit Ali të Shahit Merdan. Ne e përkujtojmë atë ditë luftën e Kerbelas, nuk është aty as mrekulli, as qeramet, as kur gjë tjetër vëlla jem, vetëm therim për me kujtu ditën edhe dhimbtën e shahidëve të ehli betit, të familjes e ehli betit, të dritët synit, të 2 dritave të synit të syve të Resulullahit Muhammed Mustafas. Dritët e 2 syve të Muhammed Mustafas kanë qenë Shah Imam Hasani dhe Imam Hyseni. Edhe aty ka marru Imam Lloki. Aty në qitë gjaki për drejtësi, edhe aty ka marru Imam Lloki. Na atë ditë për asnjë gjë tjetër, del një djalë i ri, një qitë, nuk tutët, nuk frigohet, edhe e therë, pa, dosë edhe qëtë one qëtë zarfin, edhe rrë gjak, edhe kujtojmë ditën, edhe shkon që i takë fshin, ka e i nalët gjaki, ka e nuk i nalët gjaki, ka ndodhë dhe nuk i nalët gjaki, ka ndodhë, e kanë qua dhe në spital. Janë sehire që shtojnë përbojnë sehire. Jo bre vallahin, jo bre pasha Zotë. Do më thoni del gjak edhe i qelirë. Edhe i del gjak, ka dhe që nuk i del gjak. Po se janë do pjesë që nuk del të gjaku. Po i pasha Zotin mërë Sadri, nuk e kam një zarf tash, se tash që ti burit pi them që t'juni, ma pas bon zikër viqë edhe pak, ma pas bon ja i 107 herë, la, valla ma Sadri, nuk tutna. Që t'u në zarfin, e që këne istojnë. A kena morë me veti? Pe ja din bërë burë. S'kena morë me veti sonda? Pe se kemi morë me veti, na e tjetër të thirëm, vishë nuk duhet më tra muni aty. Jo, në po ta qeve po studia? Po ta qeve? Po në studia tash nuk i kemi. Se edhe ju më plak, bak i kom kalua ato gjona. është problemi na në Berlin e kemi prekta, e kemi bon zikrin edhe kanë ardhen edhe nga Mitrovica, edhe nga Prishtina, edhe nga Voshtria, edhe nga ona unë Kosovës, edhe e kanë po, edhe kanë thonë na kemi mendu ndryshe, edhe shumë shok të mi nga Lapi, edhe nga Gollapi, nga Prishtina kanë ardhen, shepetri na kemi mendu ndryshe, po kjo kanë ndrysh, na falën vllai jem, shumë tjerë që sot ki kam shok, i kam miq, nuk do më thonë mik vetëm me të dhonë një vajzë për djalin ose më madhoni vajzë për djalin, po mikur më të e kam mik Sadrin. Ja, absolutisht. Fjala mik është punë e madhe. Punë e madhe. Domethënë je mik, nuk janë mik. Miku duhet më ia tregu të vërtetën. Atë ditë na therëm 10 e ditës Muhatemit, therëm për me qit pak gjak edhe me kujtue Imam Hysenin alayhis salam që e dha shpirtin në luftën e Kerbelas për drejtësi nga Jezidi, nga Hizbilit ata cilët i kanë masakrue, kanë ndodhë aty, vetëm Çernobil kanë ndodhë aty, luftën në Srebrenici kanë ndodhë si masakra, e në masakrët luftonë që ne kanë vra thminë në lef pasin, i orbi lalemin, që ashtu kanë ndodhë. Asi qëramet tjetër... Shkurtimisht dishta mund ndërlidhë, kur jemi këtu tek lufta e Çerbelas dhe Imam Hyseini, shpesherë hoxhallarët thënë, po pse dhe me thonë ju e përkrani Imam Hyseini, pse e doni kaq fort, ndërkohë që e kanë lënë vetë në luftën e Çerbelas. Kanë thirrë atje, po ushtarët që kanë thirë, Imam Hyseini. Një parti e jezidis, që s'kan lidhe me sunit,
s'kan lidhje me hoxhallarët, o sa drejt. E s'kan lidhje me ata, pa t'jenë përqami se lufta nuk nëllet, se të njerëz atë, se po vjen shumë keq me folën, se në Berlin i kum pa kush janë arab të ti kënë arab. Po vjen shumë keq, se s'kan lidhje këta me hoxhallarët, s'kan me këtë punë. Aty ka lidhje me një tragedi, o vllazën. Aty ka lidhje me një tragedi, me një trahti. E ka ditë shumë mirë shaj Imam Hyseini a.s. Se aty ka më shku me ra shahid, se ata nuk e kanë thirrë. Ata kanë thirrë në fushën e Qerbelas, që ku shumë pusha që i kanë thirrën, që kanë bon beteja, që i kanë shku kanë ra djemë të tanë, që ku në koshare që kanë ra djemë të tanë. Edhe aty kanë dohë kjo. Për çdo vit shkojmë edhe në prekat.